Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka lexuar këtë të martë pretencën për 28 të pandehurit e dosjes bujqësori, të akuzuar për shkelje të barazisë në tendera, korrupsion dhe shpërdorim detyre. Hetimet lidhen me 9 procedura tenderimit të zhvilluara fiktivisht gjatë vitit 2022, me një vlerë totale prej 90 milion lekësh të reja, ku të përfshirë rezultojnë zyrtarë të Universitetit Bujqësor dhe biznesmen. Prokurori i çështjes, Dritan Prençi, ka kërkuar në total 34 vite e 6 muaj burg për 23 prej të pandehurve që kanë përfituar nga gjykimi i shkurtuar. Për administratorin e OBT-s Edmond Tërthorja, është kërkuar 3 vite burg me ulje të 1/3 së dënimit dhe heqje të së drejtës për të ushtruar funksione publike për 5 vite. Të njëjtën mas dënimi SPA ka kërkuar edhe për Amaril Dolleshin, përgjegjës juridik i OBT-s, si dhe për Serafin Skënderin dhe Altin Murton. Për 19 prej të pandehurve të tjerë, organi akuzës ka kërkuar konvertimin e dënimit me burg në shërbim prove dhe punë në interes publik. Ndërkohë, Piero Zoga, Ilir Kusi, Bejo Bishga, Dritan Laçi dhe Arjan Buliaj do të gjykohen me procedurë të zakonshme në një proces të ndarë nga pjesa tjetër e dosjes. Hetimi i SPAK për dosjen e njohur si bujqësori nisi pas referimeve dhe indicieve për parregullsi në procedurat e prokurimit publik në Universitetin Bujqësor të Tiranës gjatë vitit 2022. Sipas SPAK, zyrtarët e Universitetit Bujqësor hartonin tendera me kritere të paracaktuara dhe simulonin garë formale për të shpallur fitues kompani të favorizuara paraprakisht në bashkëpunim me operator ekonomik. Fondet publike përfitoheshin përmes procedurave fiktive, duke cënuar barazinë në tendera dhe interesin publik.